Një lajm I bujshëm është duke qarkulluar së fundmi në mediat turke, bëhet fjalë për të ardhmen e sulmuesit të kombëtares Rei Manaj. Sipas medias turke, Yenisafak.com, lushnjari ka dërguar sinjalet e Sivaspori përmes menaxherit të tij. Është bërë ditur se sulmuesi me përvojë dëshiron të veshë sërish fanellën kuqe bardhë që luan në ligën e parë të Turqisë dhe është larg promovimit për në Super League. Manaj kishte firmosur një kontratë 2 vjeçare me Sharia me skuadrën e Emirateve të Bashkuara Arabe. Ish lojtari I Interit të Barcelonës ka zhvilluar 16 ndeshje duke dhënë kontribut me 6 gola. Vlen të theksohet fakti se për transferimin e sulmuesit shqiptar Sharia pagoi 2 milion euro. Rei Manaj nuk do të kthehet te Sivaspori. Menaxhmenti I klubit turk e ka konfirmuar këtë fakt. Nuk kemi pasur diskutime, lajmet dhe thashethemet që janë përhapur nuk kanë baza. Manaj nuk është në agjendën tonë, u tha duke e mbyllur këtë diskutim. Gjithçka lindi nga një faqe e rreme në rrjetet sociale që mbante emrin e Rei Manajt. Ky fundit vet ka pohuar se profili në fjalë nuk menaxhohet prej tij. Tifozët e Sivasporit të ndërruan për një moment, në fund rezulton se opsioni I rikthimit nuk po mendohet as pak. Rei Manaj ka shënuar gol në Kupën e Emirateve të Bashkuara Arabe në ndeshjen Al Sharia Al Ain. Sulmuesi kombëtares e shfrytzoi si duhet kryesimin në zonë dhe dërgoi topin në rrjet. Ekipit të Manajt dhe Fetajt I duhej një mrekulli. Goli I Manajt kushtoi shifrat pasi Al Ain po fitonte 2-0. Duke qenë se këto të fundit kishin fituar 3-1 në transfert, do të ishte befasi që ekipi I Manajt të përmbyste rezultatin. Manaj nisi ndeshjen nga minuta e parë ndërsa Fetaj nga stoli.